Pa kush e di se shumë kohë pas vdekjes së Skënderbeut, në Evropë lindi një njeri që do të quhej kastrioti i fundit. Një diplomat spanjoll, aristokrat, aventurier dhe idealist që pretendonte se ishte pasardhësi i drejt për drejt i Gjergj Kastriotit. Ai do të përpiqej me çdo mënyrë të bëhej mbreti i Shqipërisë së lirë. Ky është rrëfimi i pabesueshëm i Juan Pedro Aladro Kastriotit, njeriu që historia e njohu si Kastrioti i fundit. Para se të vazhdojmë, mos harroni të pëlqeni videon, të abonoheni në kanalin Histori Epike dhe të aktivizoni zilen që të mos humbisni asnjën nga historitë tona të jashtëzakonshme shqiptare. Pas vdekjes së Gjergj Kastriotit në vitin 1468, familja e tij u detyrua të largohej nga Arbëria. Ata gjetën strehë në mbretërinë e Napolit, mik i hershëm i Skënderbeut. I biri i tij Gjon Kastrioti jetoi në Mërgim dhe me kalimin e kohës, emri Kastrioti mbeti një kujtim i largët. Një legjendë që frymëzonte poet e Prijes. Por shekuj më vonë, një njeri tjetër do të ngjallej me atë emër. Një njeri që do të pretendonte se gjaku i Skënderbeut rridhte ende në damarët e tij. Juan Pedro Aladro i Kastriota, i njohur në Shqipëri si Aladro Kastrioti, lindi në vitin 1845 në qytetin Jerez de la Frontera në Andaluzi. Ai ishte djali i paligjshëm i Isabel Aladro Perez dhe aristokratit spanjoll Juan Pedro Domecq Lembey. Një familje pasur me prona të veta të njohura në Spanjë. Aladro ndoqi studimet e para në qytetin e lindjes dhe më pas studioi drejtësi në Sevilje. Në vitin 1867 ai hyri në shërbimin diplomatik spanjoll, duke përfaqësuar vendin e tij në kryeqytete si Vjena, Parisi, Brukseli, Haga, Bukureshti e të tjera. Ai ishte njeri me kulturë të gjerë, i pasur dhe njohës i shumë gjuhëve, përfshirë edhe shqipes, që e mësoi më vonë për të njohur më mirë atë dheun e të parëve të tij. Gjatë udhëtimeve të tij diplomatike, Aladro ra në kontakt me çështjen shqiptare, e cila në fund të shekullit 19 pozgjonte interes në qarqet intelektuale evropiane. Ai nisi të botoj broshura për Shqipërinë në qytete si Bruksel, Napoli, Athinë, Bukuresht e Vjenë, ku përpiqej të tregonte se shqiptarët ishin një popull i lashtë e i denj për pavarësi. Në këtë periudhë ai u njoh edhe me rilindasit shqiptar dhe filloi të ndihmonte financiarisht disa nisma. Sipas burimeve shqiptare, Juan Pedro Aladro Kastrioti kontribuoi për hapjen e shkollës së parë shqipe në Korçë, një akt që e përmendin si Nuçi ashtu edhe Mithat Frashëri. Në një letër të botuar në atë kohë përmendet se Aladro i dërgoi 1000 franga ari për shkollën shqipe, një gjest që e bëri të njihej në qarqet patriotike si bamirësi i madh i çështjes shqiptare. Në fillim të shekullit 20, Aladro krijoi një çmim letrar që e quajti çmimi Skënderbeg, për të nderuar shkrimtarët shqiptar. Fituesi i parë i këtij çmimi ishte Dom Ndocnika, prifti shkodran që njihet si romancieri i parë shqiptar. Në atë kohë, revista Albania e Fajkonicës botoi një foto madhështore të Aladros i veshur me uniformë princërore dhe me nënshkrimin Don Gjini i Aladros Kastriotit. Revista Albania e lavdëroi si shpirt lartë e të shkëlqyer, duke e përshkruar si stërnipin e Skënderbeut që po ringjallte kulturën shqiptare. Por siç thuhet në dokumente të mëvonshme, ekziston dyshimi se këto lavdata nuk ishin krejtësisht spontane. Ka gjasa që Aladro të ketë financuar vetë revistën Albania, ashtu siç bëri edhe me botime të tjera shqiptare në Mërgim.
Në vitin 1902 ai botoi në bashkëpunim me Fajkonicën një hartë gjeografike të Shqipërisë që në atë kohë përbënte një akt politik të guximshëm. Po atë vit, ai financoi klubin e studentëve shqiptar Shpresa në Bukuresht dhe revistën La Nazione Albanese të publicistit arbëresh Anselmo Lorecio, që më pas e promovoi atë si një figurë madhore. Në këtë periudhë, emri i Aladros filloi të përmendej gjithnjë e më shpesh si pretendenti për fronin e ardhshëm të Shqipërisë. Ai shpërndau postkartat me fotografitë e vet dhe flamurin shqiptar, të cilat u ndaluan nga autoritetet osmane nga frika se po përhapnin frym kryengritjeje. Sipas kujtimeve të Eqrem Bej Vlorës, Aladro u bë aq i njohur në qarqet shqiptare saqë osmanët i ofruan postin e valiu të Shkodrës apo Janinës vetëm që ai të ndalonte aktivitetin e tij politik. Por ai refuzoi, duke kërkuar autonomi të plotë për Shqipërinë, gjë që Porta e Lartë nuk e pranoi. Në fakt, Eqrem Vlora dëshmon se flamuri shqiptar që u ngrit në Vlorë me 28 nëntor 1912 ishte një dhuratë që Aladro i kishte bërë atij vite më parë në vitin 1909. Flamur që më vonë u përdor si model nga Marigo Posio, e cila e qepi gjatë natës para shpalljes së pavarësisë. Pas shpalljes së pavarësisë në vitin 1913 në Kongresin e Triestes, ku shqiptarët në mërgim diskutonin për princin e parë të Shqipërisë, emri i Don Aladros u përmend zyrtarisht si një ndër kandidatët për mbret të Shqipërisë. Ai kishte për krahës, sidomos në qarqet katolike dhe arbëreshe, por fuqitë e mëdha nuk e mbështesnin. Arsyeja sepse ishte katolik i deklaruar, ndërsa Evropa kërkonte një princ neutral për një popull me 3 fe. Në vend të tij u zgjodh princ Vidi, një zgjedhje e imponuar nga diplomacitë e kohës. Kështu, ëndra e Aladros për të bërë mbret i Shqipërisë përfundoi pa u realizuar. Pas kësaj periudhe, Aladro u kthye në Paris, ku vazhdoi jetën si drejtues i një kompanie hekurudhash. Ai u martua në vitin 1912 me konteshën belge Juana Renez i Melkamp, por nuk pati fëmijë. Vdiq në vitin 1914 në një hotel në sheshin Lamartine të Parisit. Në testamentin e tij nuk përmend ndonjë trashëgimtar shqiptar dhe me vdekjen e tij u shua përgjithmonë linja e fundit që pretendonte gjakun e kastriotëve. Sot figura e Juan Pedro Aladro Kastriotit është pothuajse e harruar, por ndikimi i tij në rilindjen kombëtare është më i madh se sa duket. Ai ndihmoi financiarisht shkollën e parë shqipe, përkrahu shkrimtarët shqiptar, financoi botime patriotike dhe përhapi imazhin e Skënderbeut në Evropë në një kohë kur emri i tij po harrohej. Pavarësisht motiveve, qoftë krenaria familjare, qoftë ambicia për pushtet, Aladro Kastrioti mbetet një figurë romantike. Një njeri që besoi se gjaku i kastriotëve mund të ringjallte sërish Shqipërinë. Një shekull më vonë, imazhi i tij, princ me uniformë me fytyrë të ngjashme me portretet e Skënderbeut, nuk është më thjesht një kuriozitet historik. Është kujtimi i një epoke kur shqiptarët në mërgim, nëpërmjet idealistëve si Fajkonica, Domdocnika apo Juan Pedro Aladro Kastrioti, punuan me gjithë zemër që një kombi harruar të ringjallej sërish. Kastrioti i fundit që pretendoi fronin e Shqipërisë nuk ishte një ushtarak, as një princ me ushtri, por ishte një njeri që besoi se emri Kastrioti ende kishte fuqi për të bashkuar një popull të ndarë, dhe për këtë historia ja njeh vendin e vet. Po ju çfarë mendoni? A ishte Juan Pedro Aladro Kastrioti një idealist i sinqert që deshi t'i shërbente Shqipërisë, apo një aventurier që kërkonte lavdi nën hijen e Skënderbeut? Shkruani mendimin tuaj në komente. Ne jemi Histori Epike, aty ku e kaluara rilind. Deri në videon tjetër, qëndroni krenar dhe të vetëdijshëm për gjakun që rrjedh në damarët tanë.